Ndërkohë, ju si mendoni, a do të ekstradohet në Shqipëri Arben Ahmetaj dhe a mund të shërbej ai si një dëshmitar mjaft i fortë për të zbuluar gjithë aferat korruptive të Belinda Ballukut apo edhe të Edi Ramës? Ben Ahmetaj ndash të vi, ta ndash ta kërkojnë, ndash mos ta kërkojnë, më duket si çashk që po e bëjnë ta. Që kërkojnë ekstradimin e Ben Ahmetaj. Ben Ahmetaj i ka treguar atje të gjitha. Ben Ahmetaj kur ka ikë në Shqipëri, unë ja u kam thënë nuk ka hik Ben Ahmetaj se u arratist Ben Ahmetaj. Ben Ahmetaj u shoqëru që i hiku, e morën. Atje i ka tefteru të gjitha. Atje i ka thënë, kur i them unë Ben Ahmetaj ka bo roman atje, në kuptimin e tregimit. Dhe i ka tregu të gjitha. Nuk është se ka majt në gjë Ben Ahmetaj atje. Thashti, si duket mund të ketë ardhur një moment që Ben Ahmetaj duhet të rikthehet në Shqipëri, pavarësisht nga pakti që ka pas, por me sa duket nuk edhe Ben Ahmetaj nuk e ka plotësuar gjithë paktin. Dhe ndoshta duhet të kthehet në Shqipëri, por jo sot. Jo me këtë që kërkon drejtësia shqiptare, kërkon që Ben Ahmetaj. Ben Ahmetaj në momentin që FBI-a do t'i duhet Ben Ahmetaj këtu, t'jeni sigur që Ben Ahmetaj do vi paku postale. Ashtu si qiku paku postale, nga do me makinë ka ikë. Lërë që thonë këta, pastaj fillojnë të flasin kot në për media i kam dëgjuar. Ka ikë me makinë nga porti Durrësit, paku postale, ashtu paku postale ka vërtar prapë. Në momentin që FBI-s do t'i duhet Ben Ahmetaj këtu. Zoti Cakani, dhe i pyetje fundit, si mendoni sa kanë ndikuar deklaratat e forta të ish-zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj në raport me Belinda Ballukun, e cila u morë pandehur nga SPAK-u më pas, dhe a do ketë një moment që Ahmetaj mund të denoncojë në SPAK gjithçka që di dhe të trondit politikën shqiptare? Shiko, Marvi, po flet me një njeri që e njoh drejtësinë jo vetëm shqiptare, po drejtësinë europiane si funksionon. E njoh mirë, larg modestisë, e njoh për shkak se studioj, bëj dhe për interesin tim për të parë se si kryen hetime për çështje të saktuara, më duhet të studioj edhe impiante akuzatore të prokurorëve të ndryshëm, qoftë antimafia se kështu me radhë. Një gjë të dini, unë nëse do isha prokuror i prokurisë posaçme, unë do t'i kisha hipur avionit dhe do shkoja ku të takoja zëvendës kryeministrit, meqense ai nuk e ekstradojnë, për arsye të ndryshme, dhe mos ekstradimi i tij është i këmbën alarmi, sepse tregon dhe vërteton edhe një herë që Europa apo Zvicera, se është pjesë e BE-s, po flasim në kuptimin e vendet europiane, nuk kanë besim te drejtësia shqiptare. Pra e shikojnë drejtësia shqiptare që inkvizicion, ashtu siç e panë dhe italianët kur i dhanë azil mbrojtës politik ish kryeprokurori. Edhe pse ishte i dënuar këtu. Kështu që unë po të isha, do merrja avionin, edhe do shkoj në Zvicër, do të takoja zëvendës kryeministrin dhe do të intervistoja për gjithë atë që ai di. Sepse mbase tani që ne po flasim, do ishte mirë që t'ishim marrë për sa sekuestro, ishim marrë sa masa arresti, të ndërpriteshin ca vjedhje tjera. Pra mund ta jep të informacione të detajuara sa ka funksionuar, si funksionon dhe çfarë di ai për organizatat kriminale që bashkëpunojnë me ministrat, me deputetët, pse jo me qeverinë, sepse ai ka dhënë alarmin. Ai ka thënë që në zyrën e kryeministrit ka qenë Sinaloa, ka qenë organizatat kriminale që kanë dërkuar e kanë pirë verë 33.000 euro në zyrën e kryeministrit, pavarësisht se këta mundohet i kalojnë këto me batuta. Jo, nuk jam batuta. Unë nuk jam batuta. Kam që dhe unë diku në një ambient, nuk e dija fare që ajo verë ishte rastiste, nuk e dija që ajo vera ishte, ajo shisha sa verës që po pinim ishte 25.000 euro. Dhe unë ngrita hika se nuk e përballoj ato. Një ambient që ka. Problemi që ndronjë që, si këta do ta folklorizoj s'ka, jo ka verë, dhe 60.000 euro, ka dhe 100.000 euro, ka dhe 33.000 euro, sa ka pirë kryeministri. Tani ne dim luksin e kryeministrit shqiptar. Sepse ai Orban ardhi e shkoi në Amerikë me Uizi, me kompanin, me kompanin low cost për të takor Donald Trumpin. Edi Rama shkon me qarat që takon në Europë. Dakor, ja kjo është ndryshimi një burr shteti e një burr i pushtetit. Prandaj them që
Zëvendës kryeministri që është Arrati, në gjykimin tim, në mendimin tim, është një individ që ti nuk e sjell dot, por ama ty nuk të pengon kush që të shkosh atje, ata kosh ta intervistosh, ore dhe më sekrete mor, s'ka asgjë të keqe. Mos më thoj ku që takova, mos thoj ku që intervistova. Prokuroria punon, ka mënyrat e veta për ta kontaktuar dhe për të folur. Dhe çfarë bën, na indiciat që ai mund t'japi, mund të nisë pirmi, sepse s'ka njeri më të besuar më të afërt më. Pam. Ore ne jemi avokat, një asistent dhe 2 kemi në zyrë, ti puna i ditë gjitha çan do dosje të zyrë, dhe ku ashtu sepse punojnë. Si dhe janë dëshmia më e qartë që mund të ti ashtu dhe puna e zëvendës kryeministrit. Është njeriu i cili ka punuar më, ka bashkëpunuar. Ka hedhur firmë po të shëtyrë. Ka kthyer vendime ose si ka miratuar vendime të ndryshme. Pra, Spaku po të donte të zbardhte aferat e Edi Ramës dhe të qeverisë që shkonte në Zvicër. Ja, kjo është e vërteta. Ju si mendoni në këtë rast, do të vijë Arben Ahmetaj të dëshmojë në SPAK dhe a mund ta fundosë ai Edi Ramën, Belinda Ballukun dhe gjithë ato që ai ka konsideruar si organizatë kriminale? Unë të jem realist me ju, do them që zoti Ahmetaj ish zëvendës kryeministër në Republikën e Shqipërisë dhe shoku i ngushtë Edi Ramës e kuptoj me shumë vonesë që Edi Rama ja bëri vorrin dhe ja bëri gropën. Tani, ky individ a do ekstradohet në Shqipëri? Për mua, ai duhet të vinë në Shqipëri dhe thjesht të dëshmoj me emër dhe mbi emër çfarë kanë parë sytë e tij dhe çfarë kanë dëgjuar feshët e tij në drejtimin e Shqipërisë nga zoti Edi Rama, po ja them nga 2017 nuk më merr më poshtë. Duhet të bëhet një dëshmitar i vërtet, i fortë, i mirë për të arritur objektivin që të shpëtojë dhe veten e tij dhe familjen e tij, por në të njëjtën kohë dhe popullin shqiptar, në rast se don ta shpëtojë popullin shqiptar dhe duhet të kemi parasysh që ai din shumë të vërteta dhe këto që thot janë shumë pak të vërteta. Tani, për sa i përket ekstradimit, ekziston një fakt, të cilën ju nuk e dini, dhe po ja them unë. Fakti është me 2 faktorë. Faktori i parë është një dorë transparente që kërkon ardhin e tij, pra ekstradimin e tij, por në të njëjtën kohë është edhe një dorë e errët, e cila nuk dukej në publik, pra nuk e din SPAK-u dhe sigurisht ndalon ekstradimin. Dikush do thot marrëveshje. Dikush do thot hajde marrëveshje sepse ne kemi, s'kemi, jo është interpretimi, po jo Zvicra është shteti i së drejtës. Po jam dakord që Zvicra është shtet i së drejtës dhe shtet demokratik, Nuk është Zvicra këta që kanë frikë të flasin edhe këta që nuk dalin në protestë ose këta të cilët thënë që jemi mirë me aq sa jemi, Zvicra është shtet demokratik, shtet i së drejtës. Por Zvicra ka një problem. Kur shikon që ti që në fillimet e para je i papam, pra je i paqartë në atë çfarë ti kërkon dhe je institucion publik, thot opa, kur institucioni nuk din çfarë don dhe ndërkohë kërkon gjëra të tjera për tjera, këtu sigurisht nuk kemi anën profesionale. Nuk del Zvicra thot korrigjoni budalliqe sepse këtu jemi shtet ne, ndërsa ju jeni aty akoma partia për punës, nuk e bën këtë gjë, por Zvicra thot sigurisht nga rregulli i saj dhe nga drejtësia e saj që jo, nuk do ekstradohet zoti Ahmetaj. Por shikoni një rast të ekstradimit dhe dua ta mbani dhe ta keni, do thoya, parasysh dhe ta mendoni gjithmonë ku ekziston fjalia ekstradim. Ekstradimi në çdo shtet të botës, edhe ai më diktatorial, ka kriterin kryesor që janë kriteret politike. Mirë, janë kriteret politike. Dhe gjithmonë në çdo vend më demokratik dhe më diktatorial
ministri i drejtësisë që është ministër politik, që thënë këta ajo politikë budalliqe thënë, është politik, merr penën, mbi letër dhe firmos kërkesën për ekstradim. Dhe ministri Krau Matan e shikon në rast se kjo është një kërkesë e drejtë, analizon dhe ja referon organit kompetent që në shumicën e rasteve janë gjykatat respektive në vendet kur është personi që është azil kërkues. Tani ka edhe një sekret. Ekziston një sekret dhe ma dëgjoni me vëmendje sepse këtu do kuptoni pse vullneti i Spakut është të merret me procedurë dhe pse vullneti i qeverisë është të shmang marrëveshje ekstreme me Zvicrën. Çfarë do të thënë të dyja bashk veç e veç dhe bashkarisht? Veç e veç Spaku thot, ai le të dali të syri nga mjesi deri në darkë, le të flasi, mua as më intereson, unë kam bërë procedurën dhe pres ekstradimin. Qeveria thot, unë kam bërë punën time ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë dhe puna po vazhdon, por në rast se kryeministri i vendit, shiko tani, lexon kodin e procedurës penale dhe pjesën e ekstradimit, ashtu siç duhet, jo në kuptime të tjera, mund të bëjë një pakt ekstrem marrëveshje me Zvicrën, edhe t'i thoj e dua zish zëvendës kryeministrin në Tiranë. Për ndryshe do kemi konflikte. Po kjo kërkon vullnet. Kjo kërkon guxim. Kjo kërkon vendimarrje. Kjo kërkon në fund fare çfarë kërkon? Kërkon që po erdhi ky person në Tiranë, do bëhet petito për atë që do ta kërkoj të vi. Prandaj them që kjo do të jetë gjithmonë një flak e cila nxjerr vetëm tym, por gjithmonë tek tymi, po dolin ai tym i bardh, sepse dalin në disa raste tym i bardh, do të jetë fatale për atë të cilët e ka insistuar të bëhet të vi, por në fund fare do të jetë, do të thoja një vështirësi për personin i cili do të vinë në Shqipëri dhe të jetojë. Prandaj them që zoti Ahmetaj për mendimin tim nuk besoj që do të ekstradohet, por në rast se do të kemi një vullnet tjetër politik në vend, nuk do kemi këtë kryeministër, do të vijë një qeveri tjetër në këtë vend, dhe do qeveriset vendin me standarde dhe parime demokratike, me vlera dhe parime europiane, duke besuar në meritokraci, në llogaridhënie, në drejtësi konkrete dhe reale në këtë vendit, çdo person nga Spaku, nga drejtësia e famshme, nga politikanët të cilët janë arratisur, çdo lloj natyre që kanë pasur, kanë qeverisur, keq qeverisur këtë vend, kanë punuar në këtë vend, kanë abuzuar në këtë vend, nuk i shpëtojnë, ma dëgjojnë me këtë. Nuk e di a në kuptimin a do ndodh dikur kjo gjë, por unë po të them, në rast se ka vullnet politik në këtë vend, edhe kjo qeveri ndryshon dhe vjen një e re që ka këto parime që unë të thash, asnjëri prej tyre nuk përfiton në ekstradim. Ta garantoj unë ty 1000%. Këta i ke këtu në Shqipëri dhe do marrin pasoja të rënda, po të them. Por gjithmonë, në rast se vjen një qeveri e pavarur e cila kërkon të vendos drejtësi. Prandaj them, mos besoni tek azil kërkuesit dhe mos besoni se ekstradimi pengohet gjithmonë. Bani një rezervë të vogël, sepse do ju duhet.